Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim alal mebuthi rahmeten lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqerta I takojnë vetëm të madhit Allah Gjelle Shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuara, gjithë ju që na ndiqni drejt për drejt përmes valëve të Radios Islame në internet dhe gjithë ju që jeni këtu prezent në xhaminë e Vecikonit në Zvicër, më lejoni që fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Në këtë edicion të këtij emisioni, pat emisionit pyetje dhe përgjigje, do të mundohemi të përgjigjemi në disa nga pyetjet tuaja, të cilat na kanë arritur përmes rubrikës Pyet e Hoxhën në web faqen e Radios Islame. Do të fillojmë inshallah me pyetjen e parë. Një motër thot kështu: çka do të thot nëse na ëndër shes se dikush të bën magji? Pra fjala është sihir. Spari, këtu kemi të bëjmë me dy çështje, çështjen e sihirit, magjisë edhe çështjen e ëndrrës. Sihiri është hak. Sihiri ndodh, edhe në Kur'an përmendet se sihir kanë bërë njerëzit në kohët e më përpashme, për edhe sot bëjnë, dhe po ashtu edhe janë mundu edhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam t'i bëjnë sihir. Veçanërisht ka qenë magjia përhapur, pra sihiri në kohën e Musait alayhis salam, për të cilën flet edhe Kur'ani famlar, po edhe në kohët e disa pejgamberëve tjerë. Kështu që kjo punë do të thotë, spari njëherë duhet të pastrohet kjo çështje se sihiri është hak në atë kuptim, ndodh edhe bën njerëz sihir përmes xhinve. Mirë po, nuk do të thotë se çdo njeri I cili thotë se I ka bë dikush sihir edhe I ka bë sihir. Ka mundësi të ketë ndonjë problem tjetër e thotë se më kanë bë sihir. Kjo është një. E dita ëndra. Në ëndër njeriu mund shet gjëra të ndryshme. Edhe ëndrat mund të jenë rezultat I asaj që njeriu përjeton gjatë ditës, diçka në cilën e ka mendën vazhdimisht, mund të jetë prej shejtanit, të të friksoje shejtani, ose të të bëje vezvese, të të bëje me dimendje, të kesh traumati gjatë gjithë kohës, e mund të jetë edhe lajmërim prej Allahu Xheleshanu për ndonjë punë të mirë. Tashtë nuk e dim ëndra që shihet cilit grup prej këtyre tre grupeve I takon. Mirë po duhet dihet se mund të jetë për këto motive. Ndërkaq, përsa I përket asaj se në qoftë se shes se dikush në ëndër dikush të bën sihir, spari duhet jemi të kujdesshëm se shumë njerëz hinë në konflikt me njerëzit tjerë për atë thotë se unë kam qenë të filan personi, edhe ai më ka shkri plumb, ka thënë mbuloj kokën me diçka ose fute kokën me një tenxhere, tenxhere do thotë me një enë pak më të madhe, edhe mbushën me ujë atë enën, edhe shkrim plumb, edhe thotë hijen e kujt do ta shohësh ti në atë ujë, ai ka bën sihir. Edhe ai mund ta sheh hijen e ndonjë personi ose ti bëhet atij, ose ti shkoje në mend, ose shejtani që tregoje hijen e dikujt me qëllim që ta futet në konflikt me atë person. E ndodh edhe në ëndër shejtanit ta tregon një njeri të bëhet formën atij njeriu me qëllim që ty të të futet në konflikt me atë person. Dhe ti të dishosh se ai person ty të ka bën mundësi. Pra këtu duhet jemi të kujdesshëm. S'bën shkohet te sehirbazat, te fallxhorët, te mungjitorët, dhe nuk bën tu besohet asaj që thonë ata. Sa ai mund të thotë unë do ta tregoj personin që të ka bën sihir. Shumë njerëz thonë, "Du të ma tregosh." Edhe I thotë filani, "Mos I beso se rren, pse? Do të futet në konflikt me atë." Ndoshta ai personi I tretë I ngrati s'ka lidhje me këtë punë, po ki do të futet në konflikt me atë dhe thotë ai ka bën sihir. Kuptoni? Njëjtë është edhe në ëndër. Shejtani mund me qëllim ty të të friksoje dhe të të nxitë të hish në konflikt me njerëzit tjerë dhe të paraqet në ëndër se një person ty të ka bën sihir. Gjë që nuk është në rregull. Por atë ëndra nuk është vend apo nuk është diçka ku merren dispozitat edhe vendimet. Nuk bën bazohesh në ëndër edhe tur se këtë punë duhet ta bëj se në ëndër ma paraqit mu. Më shtregu në ëndër. Jo,
Ajo nuk bën se mund shejtani të të mashtroje edhe të të futë llugave, të të futë në konflikt me njerëzit, Zot na ruaj edhe prej festet të nxjerrë. Ëndrrën e pa kërkon mbrojtje prej Allahut dhe mos u bazo në atë që e ka e pa në ëndër se filani ka bërë diçka ose filania ka bërë diçka. Asesi, se ëndra nuk është bazë, nuk është ëndra diçka ku mund bazohesh ti për të marrë vendime ose për të sjellë vendime ose për të vepruar. Bile edhe pejgamberi alayhis salam e pa në ëndër. Nuk fjalët që i thot pejgamberi do të merren prej fjalëve të atij, haditheve që janë nga për librat e hadithit, por jo prej ëndrës shka të thot. Në qoftë se thot në ëndër diçka që është tamam, nuk ka fjalë. Po Zot na ruaj të thotë diçka mos i fol filanit. Edhe thush pejgamberi ka thonë, jo, pejgamberi nuk mëson ka e keqja. Edhe çështja tjetër është se ëndra nuk është vend ku pejgamberi jep urdhra. Ka fol pejgamberi kur ka fol kur ka qenë gjallë. Tashmë ëndra nuk është pra bazë, nuk është burim i marrjes së urdhrave apo marrjes së vendimeve. Por ato duhet të jesh i kujdesshëm, në qoftë se ke pa diçka të tillë, kërkon mbrojtje prej Allahut dhe mos të shkojë mendja ka ajo punë, se prej magjisë, prej sihirit, prej gjanave tjera, njeriu mbrohet, muslimani mbrohet me lexim të Kuranit, duke ndajt me abdes, duke fal namaz, duke bërë lutje të Allahu xhaleshanuhu, e ke pa në ëndër, largo prej mendjes tënde atë dhe mos krijo armiqësi me atë person të cilin e ke pa se ai ka bën ndonjë veprim të keq. Kjo pra është përgjigjja jon për këtë pyetje. Një pyetje tjetër, një vlla thot kështu: a është sevap veç xhumajat me i fal? Shikoni tash, namazi xhumas është fars, nuk ka dyshim. Fars edhe atë është fars kolektiv, ku të bëhet një numër më i madh i njerëzve. Mirë po, namazi xhumas është një nga farzet. Pra, nuk është vetëm xhumaja farz, po është një nga farzet. Edhe 5 kohët e namazit që në farz. Por atë, pyetja është sevap vetë xhuman me fal. Ta falish xhuman është sevap, po edhe jo sevap, po është obligim bile. Mirë po jo vetë xhuman. Jo të falish vetëm namazin e xhumas, të bësh musliman i xhumas, se tash për fat keq ka shumë muslimana. Ka musliman 3 kohë namazi, ka musliman 5 kohë namazi, ka musliman sabahit, ka musliman të akşamit, ka musliman drekës, ka musliman xhumas, ka musliman bajrameve. Do të thot ai që e falën vetëm njënin nga këto namaze. Ta fali xhuman është farz, ama jo vetëm xhuman. Duhet edhe krejt namazet tjera t'i falish. Ti mirë bën që e falën xhuman, është në rregull, se xhumaja është farz, por nuk duhet të ndalesh vetëm te xhumaja. Edhe dreka, qindia, akşami, yatsia, sabahu, këto 5 kohët e namazit për çdo ditë, edhe këto janë farze njëjtë si xhumaja. Bile xhumaja ka edhe disa kushte, për shembull, duhet të ketë njerëz, se duhet të jesh i lirë, nëse nuk ke i lirë ose pate ndonjë problem tjetër, nuk e ke farz xhuman, a drekën e ke farz. Për shembull, je në udhtim, edhe xu udhtimi ta zam me një vend ku nuk ka xhami, marrë çfarë shteti je, edhe je i vetëm ti. Atëherë xhumaja bie prej teje, po obligosh ta falish cilën? E falën drekën asaj kohe. Pra xhumaja ka kushte, por atë duhet 5 kohët e namazit t'i falish, edhe xhuman kur plotësohen kushtet e xhumas, e jo vetëm dalësh te xhumaja, është gabim të mendosh se muslimani një herë mjavë, që shkojë në xhami edhe u kripuna. Jo, ajo mirë është që shkon në xhami ti xhuman. Ama ajo xhumaja duhet të jetë nxitje edhe për namazet tjera, ngjon ligjërat, merr mësim, këshillohesh, edhe inshallah ajo të jetë një nxitje vullnetit edhe për faljen e namazeve tjera. Por atë nuk është në rregull veç xhuman ta falish. Xhumaja është një nga farzet. Atëherë mirë bën ti që e falën xhuman, ama ta lësh vetëm xhuman ta falish. Jo edhe namazet tjera, këtu bën gabim, për namazet tjera. Si xhumaja që është farz, edhe namazet tjera janë farz dhe muslimani duhet t'i falet të gjitha. Thot një motor, thot kështu, një pyetje tjetër, kështu thot: Selam aleikum hoxh,
A është gjina, thotë, unë jam një motër muslimane, mirë po jetoj me vjehrin. A është gjina me prit vitin e ri. Se thotë këta shumë pengojnë, sidomos tash thotë e kanë drejt edhe bredhin. Thotë jam unën mes dy zjarveve, më pengon shumë që po jetoj në një kulm, edhe thotë tash frigona për fëmijët e mi, tash janë moshës madhore e këta e festojnë vitin e ri. Shiqoni, spari, muslimani duhet të di se për muslimanin ka vetëm dy festa. Festa e Kurban Bajramit dhe festa e Fitr Bajramit. Fest tjetër në aspektin fetar flasim, nuk ka për muslimanin. Nuk flasim për festat si që është dita e flamurit, e çlirimit e kështu me radhë, ajo tjetër punë është. Ne flasim për në aspektin fetar, ka dy festa që kanë bëjnë me fen. Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami. Tash, viti i ri që tash festohet, më tregoni, kun fen islami shkruan dikun ta festosh vitin e ri? Ose pa në aspekt tjetër, çfarë rëndësie historike ka për popullin tonë, për kombin shqiptar viti i ri që ta festosh? Qofsa ngrit flamuri për vitin e ri, atëherë do ta festojnë sa ngrit flamuri. Ama nëse nuk ka të bëje me këtë aspekt, as me aspektin fetar, as me aspektin kombëtar, atëherë çfarë ka, për çfarë, pse duhet ne ta festojmë atë? Për atë, viti i ri nga musliman nuk festohet, viti i ri nuk është fest e jona, është fest pagane, do të thotë e mushrikve, edhe krishtere nuk është, keni kujdes. Krishterët pas një kohë kanë përvecu për vete disa festa, ama në fillim nuk ka qenë edhe krishtere, ka qenë pagane, ka qenë idhujtare, mushrike, edhe janare, këto lindin prej e kanë qenë emna zotash, janë e ka pas emrin një zot. Do të thotë, burimin e ka në shirk, në politeizëm, në idhujtari, muslimani nuk ka pse të festoj, po e festojnë gjithë tjerët, le ta festojnë ata, ti nuk ke pse ta festosh. Prej muslimanit kërkohet dallohet prej tjerëve. Kjo nuk është diçka që lidhet me qenjen tonë fetare, apo është ndonjë datë e rëndësishme për kombin për shembull, edhe tash ti e feston si fest kombëtare. Jo, asat se ka. Për atë muslimani nuk ka pse të festoje, nuk ka pse ta marrë bredhin, nuk ka pse ta prese pabatimin, fëmijët tanë duhet të mësohen, ta agjërojnë Ramazanin, ta falin namazin, të respektojnë gjërat e fesë, të punojnë, e të veprojnë, e të mësojnë për në të ardhmen dhe t'i dinë festat tona. Jo t'i mbanë dhe t'i festojnë festat e tjerve. Nuk në takon edhe nuk është mirë kjo që bëhet, po duhet normalisht të bisedohet me ata, do të thotë më mënyrë qetë, me argumente, me arsye të shëndosh dhe të bëhet me dije se ky veprim që e bëjnë s'ka pra asnjë logjik për një musliman. Muslimani i feston po edhe festimit e muslimanët si ndodh. Edhe Bajramet si i festojmë ne? I festojmë Bajramet që të bëjmë një koncert? Jo, po Bajramet i festojmë në atë kuptim që shkojmë të njëri tjetri, ja bëjmë për herë Bajramit, pra i festojmë Bajramit, i festojmë çka përmes festës i forcojmë lidhjet tona familjare. Ndërkaq, si festohet tash kjo fest që i thonë viti i ri, vetëm se shkatrohen lidhjet familjare, përdoret alkool, përdoren gjëra kështu me radhë. Por edhe pa alkool me qenë muslimani nuk ka shka kërkon në festimin e kësaj feste. Por atë gjina është me festu, ama nëse festojnë ata dhe ti nuk mund t'i ndalish, atëherë ti shkon në një dhomë tjetër dhe nuk ke punë me ata ne ta bëjnë punën e vet, nëse nuk mund t'i ndalish, po duhet ti këshillosh, tu tregosh e kështu me radhë. Ajo që gjendesh në një kulm, tash ai ti inshallah nuk je mëkatare për atë. A fëmijëve, normalisht se fëmijët duhet t'i edukosh, mos e ndjekin rrugën e gjishërve të tjere, pra gjishit edhe gjishës të cilët e festojnë, vitin e ri ti duhet t'u tregojsh fëmijëve tu se kjo nuk është fest e jona, ne kemi festat tona dhe ne nuk kemi çka kërkojmë me vitin e ri. Vazhdojmë atje dhe me një pyetje, dhe kjo do të jetë pra pyetja e fundit për këtë emision, thotë kështu. Selam aleikum, deshta të pyes, hoqë nderua, se a është haram meshkujt me mbajt qafore prej ari? Normalisht këtu kemi të bëjmë pra me çështjen e qaforeve, meshkujt që i mban. Spari, përse i përket arit,
Ari është haram për mashkull. Dhe besoj se këtë e kemi sqaruar në disa ligjerata, në disa emisione, për edhe hoxhallarët tjerë të nderuar edhe ata e kanë folur për këtë çështje. A është një gabim që bëhet me të madhe të muslimanët, qoftë qafore, qoftë mihir, unas. Shumë muslimanë mbajnë unaza prej ari, duke menduar se nuk është kur gjë. Pejgamberi alayhis salam një ditë prej ditëve ka dalë në xhami dhe në njërin anë ka marrë ari, alltanin pra, në njërin anë ka marrë mëndafshin. Edhe ka thënë: hadhani haramani ala dhukuri ummeti, apo rijali ummeti. Këto dyja janë të ndaluara për meshkujt apo për burrat e ummetit tim. Do të thotë, burrat, jo gratë. Gratë mund të mbajnë ari, edhe mëndafshin. Flitet për burrat. Buri, muslimani, e ka të ndaluar të mbajë unas, qafore, ose çka do të tjetër, ose orë, për shembull, orë prej ari. Për burin, për mashkullin musliman, këto janë të ndaluara, i ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimani duhet të ike këtyre. Çdo besimtar i cili don të jetë në rrugën e pejgamberit alayhis salam, kur e di se këto janë haram, nuk ka pse mbahet unazën e arit. Pse mbahet qafore në arit? Çfarë cilë ajo? Në pjesën më të madhe të kohës e mban ndër këmisha. Edhe askush nuk ta sheh bile. Atë pse bën një gjinat nuk e kot. Qaforet përgjithësi janë për gratë i përdorin për zbukurim. Buri nuk është natyrë e burit të mbajë qafore. Qoftë prej ari, qoftë prej gjërave të tjera, nuk është natyrë e burit, e mashkullit. Është zbukurim për femrat. Buri ka burlinë e vet, i ka gjëra të tjera, pra të cilat ai i përdor si mashkull. Për atë, spari njerë ari është haram, nuk guxon mbajë qafore prej ari ose unas prej ari, po edhe prej argjendi, për qaforen kur është në pjeqe, muslimani, i riu musliman veçanti, edhe asaj duhet të largohet. Ma mirë mos e mbaje, pse? Për shkak se është natyrë e femrave dhe nuk bie në si mirë. Ma mirë pra të largohet asaj, sa jo nuk është diçka e nevojshme, pas e do mos doshme, pas nuk është prej natyrës së meshkujve. Pra largohet edhe prej asaj të argjendit, a prej ari kur flitet, këtu e prerësh çështja se ari është haram për meshkujt musliman. Femrat mund të mbanë. Inshallah Allahu xhaleshanu këto fjalë i bën të dobishme për ne. Inshallah na bën për atyre të cilët do ta dëgjojnë fjalën dhe do ta ndjekim më të mirën. Vëllezër dhe motra të nderuara, gjithë ju që na ndiqni përmes radios islame dhe gjithë ju që jeni këtu prezent në xhaminë e Vecikonit, me kaq ne e përfundojmë këtë edicion me shpresë inshallah që të dëgjohemi dhe të shihemi përsëri në emisione të tjera pyetje dhe përgjigje. Në fund, unë Bashkim Aliu ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.